Miq, ju përshëndesim. Jemi me artistin, siç e quajnë, njëri I thjesht, I zakonshëm, por shumë I mençur në atë se çka thot. Njerëzit vazhdimisht e keq kuptojnë për shkak të asaj se çka kanë ata në jetën e tyre, jo se çka ka kaluar ky njeri. Me të madhin Ben Aliu u takuam rastësisht sot në rrugë, edhe tha bëj diçka ndryshe sot. Bëjmë bisedë kështu siç bëjnë to VIP-at në mëdhenj, Beno. Po, me makinë me ju në makinë. Ashtu është. Po, sa u taku më Beno, më thënë që kam dhënë një mesazh bukur sot te. Ai mesazhi që ke dhënë, domethënë që ti jep vazhdimisht me atë kafen para që e ke kthy kështu tradicionale tonë. Po, çdo ditë. A është çdo ditë një mesazh një për jetën? Miku im, dal nga shtëpia për mos më kthy më. Jetoj çdo ditë si ditën e funit, o Altin tufa thiri trunit. Më thallë mua. E dëgjon apo jo? Dal nga shtëpia për mos më kthy më. Jetoj çdo ditë si ditën e funit, o Altin të lutem thiri trunit. Jetoje jetën sa më bukur. Jeta të surprizon me gjëra nga më të bukurat janë. Ma besoni, unë po shkoj 63 vjeç, I mbusha në 4 mars 64 vjeç. Edhe I kam thirr, por kush më ka ngel pishman në jetë? Ma ka plotsu Zoti në vend. Ti ka plotsu? Ose ditën tjetër. Të gjitha ëndrat e mia. Ti ke menduar që të ka ngel diçka në mendje, do pa plotsuar. Mua ma ka plotsuar Zoti çdo gjë. Je mirënjohës Beno? Shumë mirënjohës. Faleminderit o Zot që u çova sot. Faleminderit o Zot. Amen them. Faleminderit o Zot që u çova sot. Amin them. Bravo. Sepse unë them se ka një Zot lart që na njeh, që na shikon kush jemi. Na njeh ndërgjegjen tonë. Na njeh familjen tonë. Na njeh shoqërinë tonë, na njeh gjithë. Domethënë nuk I shmangemi dot kësaj që ne jemi në vështrimin e një fuqie madhore. Patjetër. Kështu e mendoj unë, paktën, nuk ndoshta e kam të gabim. Kur ke filluar realisht njerëzit edhe keq kuptojnë të format se si bëjnë pyetjet, edhe marrin mrapsh. Kur ke filluar ti ta mendosh që ka një Zot ose që ka një ndërgjegje, që njeriu ka një ndërgjegje brenda vetes. Se mendoj se në këtë jetë ku kemi arritur sot, rinia ose shumë njerëz, domethënë njerëzimi vetë në gjithë botën, jo vetëm Shqipëri, sigur ka humb sensin edhe të ndërgjegjes. Sigur jemi largu ndërgjegjes. E qartë. Ka kur ke filluar ti ta mendosh që ka ndërgjegje edhe ka Zot? Unë çdo ditë një herë që 17-18 vjeç kam qenë konviktor në liceun artistik, I thoja vetes, Beni, për të përmirësuar si njeri, çfarë gabimi bëra sot që mos ta përsëris nesër. Dhe prap gaboja. Dhe mos përsëritja e të njëjtit gabim është çelësi I suksesit tim. Mos përsëritja e të njëjtit gabim, sepse jemi njerëz, duke njohur veten, thash më mirë mos I njoh fare tjerë, sepse e shoh që edhe unë gaboj, edhe tjetri gabon. Po tash dikush bën gabim më të madh, dikush gabim më të vogël, por unë jam munduar shumë mos bëj gabim shumë të madh. Sepse nuk ta fal kush. Nuk ta fal kush. Megjithatë, unë mbas viteve 90, në vorë erdhën disa amerikanë, edhe që na folën për Jezusin, edhe u dashurova me ato thonje me pastor Shabani quhej, Shaban quhej një pastor, I mrekulluar edhe këndonim aty, gjeta veten aty, u ngushëllova me dhimbjet e mia, dhimbjet në familjen time, edhe që unë paka shumë shqiptari din dhimbjet në familjen time, unë jam masakruar nga diktatura. Ke pas prova. Kur kam lindur në Elbasan një herë. Familja ime jetonte shumë e lumtur në Gjirokastër. Në Elbasan. Unë kam lindur muajin e 9, mamaja ime është e smur dhe e merr motra e vet në Elbasan. Dhe unë linda në Elbasan. Por me njerë, mbas lindjes time, ke lind te Tezja domethënë. Kam lind te Tezja. Ata ishin 6 kalamaj, edhe shkum dhe ne 5, u bëm 13. I thash një ditezës, si keni bomë, se 5 ne 8 ju, një dhomë I guzhin ishin. Ku flinit? Të gjithë në tokë, 6 kalamaj, Tezja ime, edhe 5 neve 13. Edhe linda, domethënë edhe herë si mos na shu, si 6 edhe 5 bën 11. 6 edhe 8 se babai dhe mamaja aty dhe 6 kalamaj. Edhe 5 më fal për gabimet se matematikë më thon drejtën s'kam qenë mirë, po un kam një poezi të bukur. E urrej matematikën se I fut hundët kudo, e urrej edhe frikën se dua ato që më do. Ben Aliu miq.
Para disa javësh kur ke dhënë një intervistë në qendër Tiranës, e kanë marrë për ofendim atë pjesën që katundarët erdhën në Tiranë, domethënë shumë njerëz kanë reaguar me qindra mijëra mesazhe, komente kanë ardhur, kush është ky, ky është katunar për vete. Po. Çka ke dash thuash Beno me atë që ke thënë atë ditë në qendër? Dëgjoni, pavarësisht se unë kam qenë gjithë jetën, edhe ma besoni dhe sot ndjehemi inferior me qytetin. Edhe këtë mesazh kam dashur t'ia jap edhe të tjerëve, që sido që të jetë puna, miku im pyet veten nga vjen. Kush je? Ku do shkosh? Katunar e burr, e me ndrushta pa lëkur, qytetar s'ke më u bë kurrë. Po, është e vjetër kjo shprehje. Është e vjetër kjo shprehje. Por unë ma besoni e shoh shumë me optimizëm këtë shekull. Nuk ka dallime të mëdha midis fshatit dhe qytetit. Takoj njerëz të mrekullueshëm si Altin Tufa. Takoj njerëz të mrekullueshëm nga çdo anë e Shqipërisë, njerëz të shkëlqyer familjar shembullor, njerëz që mësojnë, që lexojnë, njerëz që njohin teatrin, njerëz që njohin librin, njerëz që njohin botën, kanë dalë, kanë shëtitur shqiptarët, janë shumë pak vite, ma besoni. Janë 35 vjet. Liri, demokrati. Por që unë shikoj, nuk ka më dallime midis fshatit dhe qytetit, dhe kjo është arritja më fantastike e kësaj Shqipërie të re që po vjen. Po mirë, kjo duket si kontradiktore me atë si çka po thotë tani. Po është kontradiktore se unë takoj me katunar që na bin qafmër, dhun katunari, do me tregu me thika katunari në Tiranë. Do me bë gangsterin, do me bë të fortin, do me bë shpërndarsin e drogës. Katunar, të lutem. Sillu mirë. Katunarët janë ato Beno që bëjnë të Po një katunar mund të rrezikojë ai shumë. Mentalitet besoj. Po një qytetar nuk rrezikon ai shumë jetën e vet me thik në brez, me armë në brez. Nuk rrezikon ai shumë një qytetar. Nuk rrezikon ai shumë. Megjithatë jemi zhgënjur edhe nga qytetar. Domethënë, ka ardhur një kohë që duhet i shohim gjithë njerëzit, i njohim më mirë njerëzit. Komuniteti jon shqiptar ka arritur më shumë. Sepse janë bërë njerëzit pa parashikueshëm. Mund të ndodhi gjithçka. Prandaj them edhe një herë. Mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Jetojmë në Tiranë. Ama men kur ishim fëmijë, komës vat më jepi çap. Me vaj kryve ashim bugën dhe gjithë ditën e matshim rrugën. Tani s'ka mo as si vend, sot Tirana siç ka qenë. Spjetacioni për asjonin, Altin Tufa dhe gol me toni. Si Tirana, ku ka si Tirana. Ku ka si Tirana, lale, ku ka si Tirana. Ku ka si fora. Po dhimbje shumë e madhe. Po shoh një fur sporti, unë kam marrë topin dje, e mora nga ekipi i Laçit. Unë jam autori i himnit Kastriotit Krujës dhe dua ta mbyll me himnin e Kastriotit Krujës. Jemi shqiptar vëllezër. Mora një top dhe filloi stërvitjen për të përballuar grushta, për të balluar karrike kokës, shelma, kam hangur dhe kaçavit në trup, edhe stek bilardo, po unë nuk jam dërzuar dhe nuk dërzohem edhe i vdekur. Duam të ecim përpara, duam të emancipojmë të shoqëri që po vjen. Boni njerëz mirë për veten tuaj, o vëllezër, se nuk jemi mysafir në këtë botë, nuk jemi të përjetshëm. E kupton? Ai himni Kastriotit, ta mbyllim me këtë. Çuna tri ma energjik, bukurosha simpatik, kundërshtarin se kanë frik, japin shpirtin me marpik. Kastriot të kam zili, me ato quna që ke ti, sa herë se sulmon, kundërshtarin e të meron. Kastriot, o Kastriot, nuk të del kërkush në bot, se je flak, se je barot. Kastriot, o Kastriot, Kastriot, ole ole, shke për para si rufe. Kastriot, ole ole, ku je ti, jemi dhe ne. Bravo Benaliu, Faleminderit. Beno je moll, falenderoj shumë. Rov Shqipëria e bige. Rov Altin Miti. Rov Kosova, Çamëria. Shqipëria, Maqedonia e Veriut, rov gjithë Shqipëria, jemi pak shqiptar, nuk duhet të dërzohemi. Kemi nevojë për burra dhe për të folur vërtetën, asgjë tjetër. Lasin vërtetën. Edhe lumë ata që din falin. Lumë ata që shikojnë nga e ardhmja. Nga e ardhmja është Altin Miti. Është vllajon, më fal për emrin tënd. Kush është Altin Miti? Altin Tufa! Po Altin Miti, po dhe Altin Aliu, dhe Altin, kush është Altin tjetër, sa Altina ka? Ka shumë Altin. Ka shumë Altina me një shumë. Ka dhe ca Altina. Altin Shazivari!
Respekt. Beno, je legjend, je O vlezër shqiptar. Trujt zoti. Ju dua më shumë se jetën time, ma besoni. Jam shumë krenar që jam sa shqiptar. mirë që je, mo, Edhe ju dua më shumë se jetën time. Domethënë nuk për shqiptarët dhe për Shqipërinë, O Beno, jeta tani është për tavolinë. Për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Jeta është tavolinë. Mirë? Japim fjalën Shumë faleminderit. njerëzve, do takimin te Patjetër, podcastin. do vi ja Altini, do bëjmë gjëra të bukura. Faleminderit edhe një herë që Miqo, emancipon. Ben Aliu i madh, ju Faleminderit përshëndesim. që emancipon Shqipërinë. Edhe bravo.